Të ditë që po gatuj unë, po bishi me gjyme, kështu që jam për 7 tamam drekës time. Të dashur ndjekës, sot do pregatis një recet, tamam për stinën e dimrit dhe për këtë kohë kaq të keqe me lakshti. Kam mori lakën, rreth 1 kg 700 gram, e kam pastru, e kam la, e kam hap këtë koçanin, e kam lon haz, e lej faktikisht pak, ja, po merr val. Me mujt gishtave do t'i hedh shumë pak kryp. Kur thush shumë pak. Kaq. Mos i hudhni shumë ujë se ajo derdhet pastaj to e pa avash. Nëse do ujë, do e shtosh me ujë. Tash e lej kështu. Të zi 3-4 minuta, edhe fletët dalin vetë. Pjesa e kërcelit ngelet pak al dente, ato do ta heqim, se nuk bëhet. Prandaj u fut. To tash janë gjethet të vogla, i përdor dhe për sallat. To do i lejmë pak të ftofen, edhe të kullojnë në kohën që merremi me përgatitjen e harxhës. Harxha është shumë e thjeshtë, edhe shumë e kollajshme. I vejmë në një kullesë kështu. Tu kam pre 2 qep mesatare ose një të mëdhe, qep e thatë, sigurisht. Ndërsa këtu kam një pras, rreth 350 gram peshoja e kam ngri komplet, edhe gjithmonë qepën e përzi me pras, kur do të bëj lakën, se janë zarzavate dimrore që shkojnë shumë me njona tjetrën, qepa është e omël edhe prasi gjithashtu, po edhe gjethja e laknës, që të mbëltohet akoma më shumë se ka shumë shije, përzihet me këtë dhe jo me karrotë. Origjinalja nuk është me karrotë, po është me pras. Ajo nuk e hedh ndyshim, mund ta bësh pak më moderne, po gjithmonë origjinën e ka tek prasi ose vetëm tek qepa e thatë. Këto tashi nuk e vejmë me flak shumë të fortë, me zjarr mesatar. Do i hudhim pak kryp harxhës, kryp edhe pak piper të blu, se mu prish mullini, o detyrova bleva i pak, o kështu. Para i kam qep, këto do t'a bluj në qaf. Edhe pak spec të kuq. Tjetë pak pikante. Jo shumë, se është dhe piperi, i balancojmë. Ashtu i muloj dhe i lej pak të zbuten. Me pikatore. Duhet punoj me zjarr të ullët, unë e ullë akoma më shumë. Do t'i edhe i dorë oriz, jo shumë oriz, të dominoj orizi, duhet me karar. E kalova pak në ujë të ngrohtë. Edhe një lugë salçë. Ashtu e fik dhe e lej me atë nxehtësinë, i hudh pak ujë të ngrohtë. Do ta provojmë për kryp, edhe kemi hanxër tash. Harxha është e përfundume. Jo, do dhe pak kryp. Pak piper të zi tash i harxhës, edhe pak spec pikant. Ashtu e largoj dhe fillojmë mbledhjen e japrakëve. Ashtu me këto pjesët që nuk na duhen, do i vendosim poshtë për të kriju atë bazamentin, që mos digjet lakna kur të zi. Të pjesën që është të fortë të koçanit, gjithmonë e largojmë. E mbledhin, jo më shumë se një lugë.
Edhe do I fusim një pjesë të mishit. Këto ngelën të funit e mishit edhe gjethja e fundit, kështu që I udha gjithë me I ven. Këto I vendos pak me I qosh, e kam lënë këto venin bosh se kur ziva kockën e mishit, do t'ja vej këtu midis për t'i dhënë pak shije. Ja, kush dëshironi edhe ujë, po kur e ke një kocke përpunon pak, edhe I jep më lezet, është I lëngu ngroth. Do ta ul, nuk do ta lej me këtë nxehtësi, edhe e kaloj në një sit. Baraz me laknën, se ato gjethet kanë dhe vetë lakshti, se ishin në ujë, kështu që tu I pa, avash, do t'i hull sipër një lugë me uthull, se për kryp nuk kanë më nevojë, do e ul edhe nxehtësinë, si puna pilafit, të zinë, se mos njësim poshtë. Ja, uthulla e rushit I jep shumë shije. Ashtu e mbyll tenxhere, po do t'i vej një pjatë, që ato mos lujnë ngrenë sipër e mos zinë, dhe duke I bë avash. Ashtu e përfundoj dhe lakna. Ja, zi plotësisht, si hy pirunin. E kam hazër për t'i hedhë vetëm 2 lugë të vetme vojollini. Ja, 2 lugë të vetme, lugë gjelle me vojollini, për masën që kam. Ja, unë nuk duhet që ajo të nxjerrë tym, se prish shijen. Ky ishte gatimi im për këtë stin të ftohtë dhe shumë të lagësht, na bëft mirë dhe ne.